Vijojnë rastet e dhunës në familje në juglindje të vendit. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Korç arrestuan në flagrancë shtetasin JJ, 18 vjeç, banues në Korç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj tezës së tij. Si pasojë, viktima u pajis me urdhër mbrojtje, ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Në Devoll, shërbimet e Komisariatit të Policisë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj shtetasit AB, 50 vjeç, banues në fshatin Kapshtic. Sipas policisë, ai dyshohet se në kundërshtim me vendimin e gjykatës ka shkuar në banesë dhe ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, e cila është pajisur me urdhër mbrojtje. Ndërkohë në Malish, shërbimet e Komisariatit të Policisë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për disa shtetas, konkretisht ndaj shtetasit AM, banues në fshatin Vloçisht, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtje. Ndaj shtetasit KA, 38 vjeç, për veprën penale të dhunës në familje. Rastet e dhunës në familje vijojnë të jenë në rritje në juglindje të vendit, ndërsa policia dhe institucionet përkatëse apelojnë për denoncimin e çdo forme dhune dhe respektimin e vendimeve të gjykatës.